Vajza e madhe, nëse nuk ka bëj, ka 22-23 vjeç tani. Po, vajza e madhe është, nuk ka jetu me mu. Ka jetu me gjyshin edhe gjyshën, po kontakte edhe, po në kohën e fundit tash edhe me mu. Shkollimin e ka bo këto, në Prishtinë, mjekësin, e ka zgjedhë vetë si profesion, ka pas dëshirë dhe e ka tipin pak. Po, e ka tipin qashto. Ka diplomu. Vajza e dytë, me thonë drejtë, ka ndalim se thojnë gishtat nuk janë të njëjtë. Njëjtë, asë njëjtë, po. Kjo është pak ma ndryshe, kjo është që e dënë artin. Më shumë nga ana e nonës që në ka. E dënë artin shumë, edhe shkollën e dënë shumë. Por mund t'jetë një artiste në të ardhmen, pavarësisht që i ka 10 vite. Po, unë e mendoj që nuk është momenti njëherë, se është e vogël edhe nuk e din... Nuk i qef me ja bon një farfor me imponim ose diçka e tillë. Qa jo, unë jam pak kondër prej fëminije... Me caktu edhe me shti me knu ose me diçka, se ajo vjen vetë. Mund me shku, për shembull, na për kurse, na për gjana, na për kështu, aktivitete, edhe ma vonë vendos ku për dënë, edhe qa për dënë, se ko ka sa dush. Fjolla, sa ka qenë e vështirë për ty, sepse ka qenë një periudhë e vështirë për ty për t'i rritur vajzat e vetme, dhe si e kete i kalu këtë, sepse sot ka shumë gra edhe vajzat që ndoshta janë në këpucët tona dhe se cila kërkon një zgjidhje nga dikur, sidomos nga ftyrat publike. Për ty personalisht, si një grua, duke jetuar në Kosovë, sa ka qenë e vështirë me i rrit dy vajza dhe njëkohësisht me i botë pamvarura, me i mësu me qenë vetvetja? Pavarësisht që vajza e madhe ndoshta deri në një moshë nuk ka jetu me ty, por sigurisht që këshillat edhe vendimet i ke marrë bashkë me të. Unë kom sakrifiku shumë për vajzat e tua. Po, kom sakrifiku edhe për vajzën e dytë shumë lera. E kom bo një sakrificë të madhe, për ta se lindjen e saj kur e kom... Kur ke qenë në proces të lindjes? Proces të lindjes, dhe kur kom dash me lindjen, shumë persona më kanë thonë, ma, mos e sjell në jetë.